A mund të falësh pa kuptuar? Njeriu kur nuk do veten, nuk do asnjëri. Falja shpirtërore, ajo falja që kupton që nuk po lufton me personin tjetër, po lufton me veten tënde. Më ka dashur punë, por i kam falur. Ti rritesh shpirtërisht, kupton që dashuria thjesht është. Nëse bën ndarje, atëherë nuk po dashuron. Ai filloi të kuptonte anën shpirtërore. Është mbështetja ime më e madhe. Filloi domethënë të më tregonte për traumat e tij, dhe ne të dy jemi duke shëruar njëri tjetrin dhe kjo për mua është e mrekullueshme. Fjalët e tij po shëronin fëmijën tim të brendshëm. Kur vuaja e fajsoja veten, pse zgjodha martesën me mblesëri. Sa më thellë e kuptoj shpirtërore dhe falenderoj mentorët që më kanë ndihmuar, aq më shumë e kuptoj se shërimi im ka nisur që kur njoha atë. Ta din se edhe ajo që ata e konsiderojnë plagën më të madhe, plagën më të pashërueshme, edhe ajo shërohet. Po meditoj tashmë me meditimet e tua edhe i ndjej kështu. I ndjej dhe kjo më kënaq sepse dikur nuk i kam ndjer. Cili është qëllimi tashmi i joti këtë jetuti? Që tregoj njerëzve që Podcasti im nuk është gazetari. Ulem këmbkryq me vetveten dhe njerëzit duhet të ndihen këmbkryq me vetveten dhe ata që do dëgjojnë podcastin kanë nevojë të gjejnë një njerëz që ulen këmbkryq me shpirtin e tyre. Në më thënë, ky është ndryshimi në krahasim me çfarë ka tregu në Shqip. Edhe ky është dhe vizioni që ky podcast në të ardhmen futet në platformën amerikane që po përgatit. Më thënë, këto podcaste që japim në Shqip, të gjitha do të janë një platformë që mund t'i ndjekin dhe të huajt. Kështu që nuk është thjesht një podcast me vizion të vogël, është një podcast me një vizion që popujt të bashkohen në një platformë. Pra, emocionet e njerëzve, që rëndësi ka nga vjen, janë një gjuhë. Është një gjuhë që na bashkon, është gjuha e universit që quhet emocion. Dhe njerëzit në planet vuajnë nga kjo që po flasim në sot, nga inteligjenca emocionale. Dhe inteligjenca emocionale nuk ka të bëjë a je i arritur karrierisht, apo je i arritur materialisht. Inteligjenca emocionale është ajo, përulesh, ajo që përull. jep e vërtet, po. Përullja është një fjalë negative në gjuhën shqip. E vërtet. E kemi si të ofendim të jemi të përullemi, po përullja është fillimi i rritjes tënde, të brendshmes tënde. Vazhdo të flasim për këtë se ne të dyja mund të flasim shumë, sepse me sa shikoj dhe pse njihemi për herë të parë, duket sikur jemi njohur shumë shpejt. E vërtet. E Domethënë, vërtet. nuk është, janë shumë gjëra që i njoh tek ti, i shikoj tek ti, i E ndjej. Dhe ishim te babi, tek frikra që ti përballem me babin dhe thej që nuk e di se pasi të shikoj këtë intervistë babi si do reagoj. Dhe si do reagosh dhe ti? Do vjesh dhe ti në provë me vërtet. dhe ne kaluara, po ta them në eksperjenca ime, njerëz që i kam pas në të kaluarën time kanë ikur rastësisht, miqësisht, edhe qëllimisht herë. Janë rikthyer disa në jetën time dhe unë u vura në provë se si do reagoj. E vërtet. Është edhe për mua, është hera e parë, unë kam folur për depresionin postpartum, e kam vënë fokusin që isha në depresion postpartum dhe e, njerëzit e marrin vetëm në atë periudhën e lindjes, që kjo ju ndodh të gjitha nënave, jo të gjithave, po pjesës më të madhe të nënave gjatë shtatzanis, pas shtatzanis. Por nuk e kam thënë kur që është hera e parë, domethënë që e them që kam pasur frikë nga babi, edhe që ka qenë mësuesi më i madh i anës time shpirtërore. Dhe nuk e di si do reagoj ai, por unë brenda vetes ndjej dashuri pa kushte për atë, edhe di që unë tani mund t'ja kërkoj që mos të më përtas, unë tani mund t'ja kërkoj që të përpiqet ta shikoj ndryshe, që të përpiqet ta shikoj me sytë e dashurisë. Këtë e di.
E, Tani di të Të vendos. bëj një pyetje se është shumë e thellë kjo, në kuptimin që nuk e prekin shumë njerëz dhe do më thuash vetë. E, të gjithë shpirtërorët, edhe psikologët e përdorin si këtë shpirtërorët. Gurut disi po, ata Ascended Master janë në tjetër gjë, do me thënë harin në nivellet larta që më shumë nuk të thonë, po thjesht radjen dhe ti vetë me ta ecën. Po flasë për këto hapat e parë të këtij shpirtërore, se në çdo shpirtëror ka mentor që të çojnë sa më lart sa ti arrin tek ajo që quhet Buda ose Krishti. Një me Krishtin. Një me Krishtin do thotë në ndërgjegja jote u bashkua me një. Jesus Christ, Manjana Krisht, Frida Krisht. Do me thënë, gjithë ne duhet të bëhemi një. Krishti është esencë. Kjo që e kam unë këtu që lidhemi. Pyetja ime është kjo, a falim dot? A mund të falësh pa kuptuar? Se unë nuk falja dot pa kuptuar. Më ka ndodhur të fal pa kuptuar, domethënë nuk kam ndjer urrejtje për personin që më ngacmoi seksualisht për shembull në një Po, fazë. Sepse unë edhe për atë fajsoja babin tim, se për atë person nuk ndjeja. Dhe nuk e kuptoja, e kam gjykuar shumë veten, e kam gjykuar shumë veten për këtë. Pse? Pse nuk e kam urryer? E kam urryer kur isha në fazën e depresionit sepse urreja gjithçka, urreja jetën, më dukej çdo gjë shëmtuar. Njeriu kur nuk do veten, nuk do asnjëri. Por atëherë kur ndodhi, domethënë unë kisha një çudi me veten time, domethënë se kam qenë edhe 12 vjeç, duhet të them kjo që fëmia jeton të tashmen, jeton në dashuri. Tani e kuptoj. Por domethënë pastaj falja që ti kupton, ajo falja shpirtërore, ajo falja që kupton që nuk po lufton me personin tjetër, po lufton me veten tënde, ajo falja hyjnore, po, më ka dashur punë, por i kam falur me bindje të plotë dhe thellësisht. e fale sepse e kuptove babin, do me thënë, pe jetën e kaluar të babit, pe përse babi është ashtu, E vërtet. sepse kjo për mua është kuptimi që dua të jap mesazhin disi, Po, sepse se na kuptim. thonë gjithë fal, 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 fal. Edhe është si një, si të thua, si një karamele që më shumë e lodh tjetrin se sa ta bëj këtë gjë. Po, më ka ndihmuar shumë edhe fakti që ne i zgjedhim, nuk ka rëndësi, ne i zgjedhim prindrit, pavarësisht se ajo të gjithë e besojnë Po këtë. si e mësove këtë ti? Që Kur ne kjo ishte gjatë trajnimeve shpirtërore, po them atëherë, domethënë e kuptova që ne ne i zgjedhim, nuk ka rast të arrin, domethënë e përjeton. ti përjetove që ti me atin ke bërë këtë kontratë. E ke Po, përjetuar. Dhe ë, në ato section e tua të anës shpirtërore që janë meditimi, çado që bën ti ato, reflektimet, se cili mentor ka një mënyrë të tij teknike dhe se cili nga ne shkojmë atje ku ne përshtatemi. nuk ka qenë kaq e thellë, të jem e sinqert, por në momentin që mentori më shpjegoi që ne i zgjedhim, atëherë unë ndalova luftën. Okay? Ndjeva një liri brenda vetes. Okej? Nuk, jo që në fillim, jo që në, por Po. nisa ta përpunoj brenda vetes. Nisa ta përpunoj brenda vetes dhe ta kuptoj domethënë këtë gjë. Dhe nisa të kuptoj që shpirtërisht nuk ka ndarje, jemi një të Jo, gjithë. jo jemi të gjithë një, edhe jemi të gjithë të bashkuar. Këto Është një janë. skenë, tha Shakespeare, që na e ka shpjeguar shumë mirë në veprat e tij, po ne e kemi marrë si teatr. Është një, ai shpjegoi se si jemi ne, do të thënë ishte shumë i iluminuar nga Zoti dhe shkroi që për të na dhënë mesazhin, të gjithë njerëzit që kanë ardhur në tokë të hyjnorët, që kanë kaluar këtë rrugtim, nuk na e kanë treguar këtë gjë që të bëhemi, do të thënë, të ndihemi ndjekës të atyre. Ata na tregojnë se në qoftë se unë kam arritur këtu, edhe ti ke të njëjtën kapacitet për të arritur këtu. Nuk do ati njëri më shumë nga tjetri. Ti ke dy fëmijë, ai do ti ndryshe? Jo, i kam dashur nego nga bindjet e të tjerëve sepse kam luftuar me njerëzit që e ndanin vajzën dhe djalin, do unë kundërshtoja ata njerëz
dhe pastaj e vura re që e kisha marrë atë, por në kuptimin që ti rritesh shpirtërisht, kupton që dashuria thjesht është, nëse bën ndarje, atëherë nuk po dashuron. Si është marrëdhënia tashmë me bashortin tënd? Me bashortin tim A mund është, ky bashort të kuptoj ty tashmë në këtë botë shpirtërore, në këtë evulim dhe si e përballë ti këtë evulim me të? ai është pjesë e Se këtij është dhe një gap që njerëzit, për shembull, ca njerëz mund të rriten dhe ca njerëz nuk mund të rriten, ë? Ti jemi në çik real. Ishte para se ti të bëhesh të kaloje këtë lloj gjëje dhe ti jo thjesht e njohe apo ë, gradualisht të dy bashk? Si ka ndodhur kjo? Se është shumë e rëndësishme sepse ti je në një lidhje personale dhe un kam përjetuar çifte në sekshet e mia që 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 një rritet dhe tjetri nuk rritet, nuk ka zgjedhur të po rritë e ego, vërtet. materializmi tek attachment, ato që quhet që unë dua të bëj këtë dhe egoja e tij rritet dhe më shumë dhe irritohet më shumë, harim pastaj shkëputja. E E vërtet. kupton? Ajo shkëputja që deri këtu ishte dhe ty Zoti të hap rrugën për një tjetër rrugtim. Çfarë si ka do gjësh tjetër apo jo, s'ka lidhje fare. Dashuria për veten është tjetër. Marrëdhëniet për mua janë reflektim i brendshëm. Unë fillova, domethënë, ti them atij që kam nevojë për këto gjëra. Dhe në fillim ka pasur disa kundërshtime sepse nuk i beson të thoshte po çike këto, po a je i sigurt ti për këto gjëra që do fillosh të ndjekësh. Dhe unë kërkova hapësirë, domethënë që më lejo ta bëj unë atë që ndjej, edhe unë nuk të detyroj ty që ta bësh të njëjtën gjë. Dhe ai është bashorti është për mua, nuk e di, ë si është angjëll, është me vërtet Është njeriu ai më i pranon. rëndësishëm për njeriu, edhe pse nuk flasim shpesh për këtë. Flasim prindrit, babai, nëna, fëmijët, por për një lidhje për mua bashorti edhe bashorti janë njerëzit më të rëndësishëm, E vërtet. më kryesorët. Është epiqendra dhe asnjë nuk flet për këtë epiqendër. Domethënë me të vërtetë është epiqendra. Edhe Po, i kemi vënë atë, i kemi dhënë superioritet gjërave të tjera, edhe kemi lënë epiqendrën. pra bashorti im që në fillimet që para se të hyja në këtë rrugëtim, duke qenë se ka qenë shpëtimi im, tek ai gjeta qetësi. Pavarësisht se kisha vuajtjen e brendshme që në fillim nuk e shpreha me asnjëri, tek ai isha e sigurt, e sigurt. Më ka lënduar fakti që ai punon shumë, është shumë punëtor edhe s'kemi pasur shumë kohë të rrim me njëri tjetrin. Tani është komplet ndryshe. Në momentin që unë fillova, domethënë, ta kem të filloj të kem rezultate, të njoh më thellë veten, sepse në fillim i thoja hajde dhe ti, po ai nuk vinte dhe kjo është e gabuar sepse nuk mund ta detyrosh një person tjetër që të bëjë këtë gjë. Jam Pastaj dakord. unë ndryshova, e pash tek vetja dhe unë fillova t'i thoja atij që ti je shoku im më i mirë dhe unë kam nevojë të ndaj atë që ndjej me ty. Duke ndarë, domethënë, rezultatet time me atë, ai filloi të kuptonte anën shpirtërore. Është mbështetja ime më e madhe dhe filloi domethënë të më tregonte për traumat e tij dhe filloi domethënë dhe ne të dy jemi duke shëruar njëri tjetrin dhe kjo për mua është e mrekullueshme. Do me thënë, fjalët që nuk më janë thënë në fëmijëri, po mi thot ai, dhe unë e kam bërë edhe video në rrjetet sociale, që ai duke më mbështetur mua, duke më thënë bravo, duke më thënë vazhdo, duke kuptuar dhe ai brenda vetes shërimin, fjalët e tij po shëronin fëmijën tim të brendshëm. Domethënë, unë vura re që ato fjalë që ai thoshte nuk ishin thjesht mbështetje sipërfaqësore, thjesht motivim sipërfaqësor, po depërtonin thellë, po depërtonin tek fëmia i brendshëm. Edhe janë është bekimi im më i madh. Jam shumë e lumtur, domethënë që jam. Pavarësisht se E rezaton atë gjë. Manjana e rezaton goxha biles. kur vuaja, kur vuaja e fajsoja veten pse zgjodha martesën me mblesëri. Domethënë, rikthehemi edhe një herë te kjo. Kur s'doja veten, domethënë unë kam jetuar kohë të gjatë me këtë lloj ndjesie, domethënë që s'doj dashuroj kurrë sepse jemi zgjedhur kështu. Dhe dhe kemi bërë gabim që kemi zgjedhur njëri tjetrin në këtë mënyrë.
por në fakt marrëdhënia jonë është transformuar. Dhe kur kupton që Pra ju u bët dashuria bashkë në fillim rrjedh, dhe u bët shok tani. po, po, Shumë po e bukur kjo. shërojmë njëri tjetrin, edhe Po është e shëroni vërtetë njëri tjetrin, shumë e bukur. ai. Është është shumë e bukur sepse ai është shqiptar, në kuptimin që mos më merr për tërse, ë ne kemi meshkuj shumë të mirë, dhe me të vërtet kemi shumë energji maskuline shumë të mirë, se janë provider, janë çuna që sjellin, nuk bazohen te femra, dhe këtë gjë e kanë shumë unike. Dhe është gjëja që ne duhet ta mbrojmë në femrat shqiptare tashmë. Ka ardhur momenti që këtë gjë ta themi më shpesh, jo të tregojmë gishtin tek meshkujt tan, çunat që i kemi shumë luftarak, ta gjejmë më shumë, sepse ashtu duhet jetë mashkulli në përgjithësi. Duhet jetë luftarak, duhet jetë i sjellshëm, duhet i ketë këto disiplinë, dashuri, domethënë kjo lloj që jam aty për ty. Edhe edhe pos më shikon, un jam aty për ty, domethënë. Ne kemi këtë energjinë e mashkullit. Dhe fatkeqësisht, i mirësisht, feja, traditat, ke kaluan tek baballaret tanë, nëna ime më thoshte shpesh, shumë shpesh më thoshte këta janë turq, më thoshte, nuk janë shqiptar. Sinqerisht. Po se shqiptari është ndryshe. Dhe unë akoma e kam atë zërin e saj, po si kanë qenë këta shqiptar ndryshe? Unë pyetja ime brenda në atë subconscious time. Mhm. Dhe e kuptoj nënën, domethënë që si kanë qenë këta shqiptar. Këtë që po përjeton ti. Po, e vërtet, është shumë paqësor, është shumë ngjyllor, është njeriu më i qetë që ekziston. Edhe, domethënë, sa më thellë e kuptoj shpirtërore dhe falenderoj mentorët që më kanë ndihmuar, aq më shumë e kuptoj se shërimi im ka nisur që kur njoha atë. Pra, marrëdhënia ishte ajo thyrja e brendshme jotje. Atë që mendoj unë edhe të kuptoj me thellësi më të madhe është ky rrugtimi i jote. E, besoj se deri tani zbulove se kush je. Në këtë rrugtim tani po zbulon se cili është dhe purpose, si thonë amerikanët, ose qëllimi që ke ardhur në tokë për të shpërndar. A ke arritur ta kuptosh të? Se që kuptove që je një shpirt në një trup dhe je një dhe ky shpirt është po shërohet dhe po merr mësimet më të mira, do me thënë, a ke kuptuar këtë tjetrën? Cili është qëllimi tashmi e joti këtë jetuti? Qëllimi im nuk, do më thënë jam realiste dhe nuk kam parë diçka të thellë hyjnore, por duke u bazuar, do më thënë ato që thonë shpirtërorët që dhimbja më e madhe, pastaj bëhet misioni yt, është që do më thënë t'ju tregoj njerëzve që ekziston shërimi, do më thënë pavarësisht ë, se sa e madhe mund të duket për momentin, pavarësisht se si mund të jetë situata për momentin, unë besoj që ë, jo besoj, po do të thënë unë ju udhëzoj, Përjeton. Po. po, do të thënë t'ju bëj njerëzve të besojnë se shërimi ekziston, sepse kjo që më ka ndodhur mua, sidomos ngacmimi seksual, unë e kam konsideruar si plagë të pashurueshme, dhe në fillim të trajnimeve, kur shikoja historitë e njerëzve që thoshin kam shëruar këtë smundje, kam shëruar atë smundje, unë thoja ajo që kam unë nuk shërohet. E dia domethënë të shërueshme, pra të pashurueshme, kështu që një nga misioni im Joti, është të ky, shëro, domethënë që të shërosh goca ose çuna, sepse tani jemi në të dy palët që ngacmohen seksualikisht. Sepse po, hiqet kjo që vetëm gocat janë ngacmuar dhe çunat seksualikisht. po, Edhe është e vërtet kjo. Nga të dy palët që rëndësi ka, pra ti misioni jo që ke kuptuar këtu, kuptove që ti e di si ti shërosh ata. po, po, domethënë mendoj që është Ti kjo, mund sepse të dëgjojnë ata ty për shumë.
Si? Si mund të dëgjojnë për shembull? Do të dëgjojnë këtë podcast, do thonë si do ta gjejnë manjatën që ti flas për këtë gjendjen time që kalova edhe ta shërosh, si të thuash. Unë mund të më gjeni në Instagram, në Facebook, në TikTok. Në Facebook kam edhe një grup që flas për depresionin, për problematika të ndryshme që njerëzit mund të kenë. Edhe domethënë mund të më kontaktojnë, e ofroj një konsult falas si fillim, edhe pra domethënë dua t'ju them që mund të më gjejnë dhe ta dinë se edhe ajo që ata e konsiderojnë plagën më të madhe, plagën më të pashërueshme, edhe ajo shëroj. Në nivelet e mia të larta të hynore, se unë harri në nivele më të thella, se kam shumë vite që meditoj, jap meditim dhe po më shërojnë shumë gjëra. Akashic Record, që do bëj një Akasha Record, që do bëj një video për shqiptare. Që futesh në librarin hynore dhe ti atje ke të gjithë jetën tënde, me emrin të. Dhe kupton. Kuptova që çfarëdo që na ndodh në këtë jetë e kemi bërë ne në jetën e mbarshme. E beson këtë gjë? Mm. Po, Do me thënë, në qoftë se dhunohesh në një mashkull në këtë jetë, në jetën e mbarshme ke dhunuar. Në që edhe ke thënë atit, dhe pasi e kam parë këtë gjë, e them edhe mallëngjehem. Shpirtërisht po ta them, tani që po të më nuk e dia më ndjen atë mallëngjimin tim, aty. që se tashmë në këtë nivel që jam, çdo përgjigje e marr aty. Pra, përse e takoj manjanën, kush është qëllimi që do vi, është një podcast që ka një thellësi, mbi thellësi. Do me thënë, është një herë e parë që në Shqipëri po merren kaq shumë dhe jam i shumë të lumtur të bekuara tashmë që po vjen kjo. Se Shqipëria ka shumë sheku që e ka humbur. Mund të them që në kohën e lirëve këtë lloj evulimi shpirtëror ka qenë gjithmonë në një dhunim disstable, të tmerrshëm, sisteme shumë kaotike. Dhe kjo tregon sepse ndërgjegja e shqiptarëve ka qenë kaotike. Po në ndërgjegjet kaotike lindin shpirtra të mëdhenj. E vërtet. Dhe Shqipëria po lind shpirtra të mëdhenj. Unë nuk e di, po e them në këtë podcast, që të rekordet të mbahet për të ardhmen e njerëzimit, që kjo fjalë me shumë dashuri më doli nga shpirti sot, që Shqipërinë po hedh me ne vajzat shqiptare, kaq të bukura, duke marrë për dore këta çuna shqiptar të mirë, dhe këdo tjetër që na vjen në jetën tonë, se mund të vinë dhe nën shtetas të tjerë që kanë të njëjtën ndjesi me ne, për ta bërë atë vend të bekuar. E vërtet, edhe unë jam shumë optimiste për këta, edhe për shkak të interesit që kanë vajzat e djemt shqiptar për të punuar me veten. Pra një dramë e madhe, një dhimbje e madhe, të çon në një çlirim të madh. Pra, duhet ta shikojmë si një bekim. Patjetër. Jezusi thoshte, lum ai që ka vuajtur, sepse ajo i ka zbuluar jetën. Kështu që dhimbja është akti më i madh i çlirimit. Ne do rikthehemi bashkë përsëri manjana. Një podcast me njerëz të tillë është i vogël. Kështu që Unë falenderoj shumë për këtë podcast. Jam ndjerë kaq e lirë për ta treguar historinë time. Edhe është hera e parë që preka edhe ngacmimin seksual që kam përjetuar. Është hera e parë që më ndjeva kaq lirshëm, sepse ti e di që ka të bëj me unë i atë dua që një. shkoj brenda teme, atë që rezonojnë të dyja me. Unë i dua njerëzit se dua shumë veten. E vërtet. Njerëzit, ai fshat që kam lindur,
jam shumë mirënjohës. Dhe ky rrugtimi im nuk është i lehtë, nuk ka qenë fare i lehtë, po ta them. Ka qenë me të gjitha evolimet e mia. Mjafton vetëm që të them që kam emigruar 3 herë dhe aty kupton se sa është e vështirë të emigrosh, të biesh një herë të çosh prap. Po nuk isha unë që më të bëre rehat, ishe ti. Faleminderit shumë. Ishe ti të uroj një një jetë shumë të bukur, do rikthehemi përsëri, fole për një temë dhe do flasim përsëri për këtë lidhjet midis çifteve, sepse unë besoj se aty ke fuqinë tënde më të fortë. Të shërosh çifte. Ka qenë edhe kjo një ndjesie ime, transformimi i marrëdhënieve dhe njerëzit që ndoshta e kanë nisur marrëdhënien ashtu siç e nisa unë me shkujsi, me ndjesi faj dhe jetojnë me ndjesi faj për kohë të gjatë. Edhe kanë dyshime se nuk mund të përmirësohet ajo marrëdhënie. Unë ju them se mund të përmirësohet, sepse po e përjetoj vetë mrekullisht. Por po jetoj një marrëdhënie si por i nis çdo ditë. Çdo ditë është një Një rënë lule. në dashuri. Përjeton dashurinë e vërtetë. E vërtet, Fillon nga mbushja, jo nga zbrazja. e vërtet. Dhe ti po mbushesh, nuk kërkon nga ai të mbush. Pra ti u mbushe, u pastrove, u shërove, pastrove babin, pastrove frikën, atë që the shumë bukur, unë kisha frikë nga jeta. Dhe erdhe te ky evolim që dhe falë Zotit dhe ai çun ka qenë gati. E vërtet. Se mund të mos jetë, edhe është mëse Po respektueshme kjo është gjë. është e respektueshme, patjetër jo të gjithë janë gati, por nuk e di, është një besim që unë e kisha se edhe ai do Do më të kishte. vinte këtu tek jeti. Po, besimi i fortë. Ah, të falenderoj shumë, Manjana. Uroj që ky podcast të ketë dhënë mesazhet e forta të tua, edhe do rikthehemi përsëri, po do diçka nga unë, mund të vish në një section meditimi bashkë. Çfarë do të duash, unë bëj çdo të mërkur falas. Misioni im është të jap sa më shumë shërim njerëzve në falas për të kuptuar që jemi aty. Aty që na i dhanë neve duhet ta japim, edhe kështu do bëhemi atje një grup i bukur. Do vi me kënaqësi. Do vi sepse unë po meditoj tashmë me meditimet e tua edhe i ndjej kështu. I ndjej dhe kjo më kënaq sepse dikur nuk i kam ndjer. Po, do ndjesh, e shikoj, do të hap disa çakra të bukura. Do e pash sot, të pash ju që do dëgjoni këtë podcast dhe ndjeni se keni një histori tuaj të bukur me gjëmba, po që jeni bërë trëndafila, sepse rrugtimi është një gjëmb që bëhet trëndafil. Të përqafoj Manjana. Faleminderit shumë, mirëmbafshim.